Qeveria ka përcaktuar rregulla dhe kriteret e reja për dhënien me qirat të zonave të gjuetisë në Shqipëri. Prej vendimi për përcaktimin e dokumentacionit, afateve dhe procedurës së konkurimit për dhënien me qirat të zonës së gjuetisë, mbarshtimit dhe ripopullimit, i hedhur për konsultim publik, synon të krijojë një kuadër të qartë, transparent dhe të zbatueshëm për dhënien me qirat të zonave të gjuetisë, të mbarshtimit dhe atij të ripopullimit, duke garantuar një menaxhim të qëndrueshëm të faunës së egër dhe përfshirjen e aktorëve lokal. Sipas dokumentit, ndër përparësitë kryesore të projektvendimit është vendosja e rregullave të standardizuara për konkurimin publik, rritja e kontrollit institucional dhe formalizimi i aktivitetit të gjuetisë duke kontribuar në mbrojtjen e biodiversitetit dhe në zhvillimin ekonomik lokal përmes përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore. Projektvendimi trajton detyrimin e njësive të veçqeverisjes vendore që pas shpalljes së zonave për gjueti, mbarshtim dhe ripopullim të fillojnë brenda një afati të caktuar procedurën për dhënien e tyre me qira nëpërmjet një procesi konkurimi publik. Po ashtu dokumentacioni përcakton detyrimin e kryetarit të bashkisë për ngritjen me urdhër të një komisioni i cili ngarkohet me ndjekjen dhe administrimin e procedurave të konkurimit. Drafti jep rregullat për publikimin e shpalljes për dhënien me qira të zonave të gjuetisë, afatet e publikimit dhe element të detyrueshëm që duhet përmbajë njoftimi për zhvillimin e kësaj procedure. Nga ana tjetër parashikohet detyrimi i çdo subjekti pjesëmarrës për të paraqitur dokumentacion që vërteton përmbushjet kritereve për marrjen në përdorim të këtyre zonave. Kërkesa për pjesëmarrje në konkurim përfshin të dhënat e subjektit, ofertën financiare dhe dokumentacionin shoqërues, si dhe kategorinë e zonës për të cilën aplikohet. Mënyra vlerësimit të ofertave do të bëhet nga një komision i posaçëm përmes sistemit pikëzimit dhe kryetari i bashkisë vendos dhe shpall fitues subjektin me pikët më të larta për lidhjen e kontratës së qiras pas përfundimit procesit vlerësimit. Pas përfundimit procedurave, bashkia shpall publikisht fituesin dhe lidh kontratën e qiras me afat 5 vjeçar, jo më vonë se fillimi i sezonit të gjuetisë, dhe vlera e qiras nuk mund të jetë më e ulët se vlera fillestare e përcaktuar.